Tani ne tek fshati jon Tërnos kemi është një turnir memorial, ditët e komandantit. Edhe me iniciimin e drejtorit të klubit futbollistik Tërnosi në Gjataliu, ka pasur miqësi shumë të mirë me skuadrën e Shkëndijës së Tetovës. Edhe gjatë një takimi që kanë qenë në bisedime, kanë vendosur që në ato ditët e komandantit, në fund të muajit maj, domethënë të luajmë një ndeshje miqësore me Shkëndinë e Tetovës. Mirë, po Shkëndija Tetovës ishte periudha që mbas 25 viteve u shpall kampion. Po. Kampion e Maqedonisë. Dhe domethënë ata nuk erdhën gjithë 11 vjeçë e parë, se pavarësisht se vikend kishin prapë ndeshje, edhe ishte shumë e rëndësishme, kishin ardhur me ekipin e ditë edhe disa tri, po trajneri ishte Çati Pasmani i ekipit parë. Edhe domethënë filloi ndeshja, po ne ishim një grup me të vërtetë, unë them se fshati Tërnos asnjëherë nuk i vje ajo grup mosh aq e mirë, edhe kemi qenë gjenerat edhe shumë të ri, domethënë gjenerat Samiri ka qenë 18 vjeç, ne tjerë gjithë 17, Fejzullahu 16, kemi qenë një grup shumë i mirë. Edhe gjatë asaj ndeshjes ka mbaruar ndeshja 2-1, kam arrit me bë një gol. Edhe pas ndeshjes direkt presidenti i klubit të Shkëndijës tha se ti do vish me ne në autobus. Edhe pas ndeshjes, domethënë kemi marrëveshje, nuk është se ishte shumë e rëndësishme kontrata, mi diskutu se çfarë kushte ose jo, po ishte një diçka shumë madhështore, se nga Liga e 5, mas një muaji filloshin faza përgatitore dhe ishte gjëja më e rëndësishme se mund të Shkëndija në fazën e parë grupit Champions League. Edhe Ligës pas për një muaj Ligë kampion për kvalifikim, domethënë faza preliminare.